Bombardimet që u realizuan nëpërmjet aviacionit amerikan, patjetër kanë shkaktuar dëmtime në impjantet e pasurimit të uraniumit, po nuk është raportuar për asnjë rrjedhje materiali radioaktiv, domethënë nuk ka shpërthyer urani. Pra, nëse uraniumi bie në kontakt me predha të cilat krijojnë një temperaturë shumë të lartë, mund të krijojë radiacion, mund të krijojë një re radioaktive. Uraniumi që ndodhet në impjant, që është duke u pasuruar, ndodhet në formë gazi. Nuk është as metal, është gaz që futet në centrifugë dhe pasurohet me një teknologji të caktuar. Centrifugat janë ca element të hollë prej alumini, të cilat me goditjen e parë prishen. Dhe në qoftë se do të ndodhë shpërthimi në afërsitë këtij impjanti që punon në këtë formë dhe pretendojmë që impjanti është prishur, domethënë do shpërthej gazi uranium i cili është radioaktiv dhe do përhapet në atmosferë. Menjëherë impjantet e përgjimit dhe të kontrollit të ambientit do të japin alarmin që këtu ka rrjedhje radioaktive. Kjo do të thotë që impjanti mund të jetë dëmtuar, po uraniumi nuk ka ndodhur aty. Është larguar më përpara ose nuk është arritur të goditet nga bombat e thellësisë.